gati 2 ore ecje në plazhin e Vilipujës. Apo ka peshqi vëlla? Ja, asnjë. Asnjë. E çka po zeni këtu? Pa karkalec. Karkaleca. Shumë vend i bukur, shumë pamje e bukur, amo keq veç që nuk pas ka vizitor ose turista. Nashta aty mundeni me komentu me thonë pse e kem shti me zëra, jo. Jem të e bo me shumë qef. Shikus në rumë mas gati 2 ore ecje në plazhin e Vilipujës. Tash e në orë këtu ku nëse nuk gaboj kneta e Ç'shke kneta e? Vilunit më Po, kneta e Vilunit, ku kneta e Vilunit derdhet në deti. E tash kjo ku nëse nuk gaboj pak a shumë edhe në bazë disa njerëzve, thanë që ka qenë hapësinë pak më e madhe që u derdhet kneta e Vilunit. Tash na përmendon ato në anet plazhës për me vazhdu për te korona e hidhën na bën mirat çtot për me dis me çat detin. Si e thoj. Kështu që hadeni me neve. Inshallah mu se mblan. Pa peshkatar. Për 500 dollar dhe këta vlla. A më shumë shikus në rrumë që te ku derdhet kneta e Vilunit ha. Shumë ujë i pastërt, po pas ka dhe shumë peshqi. Po tut na peshkeli na i peshk? Ja pëse se shkel. Vllaja e lodh, si je? Si ki kalu? A ka na i peshka ju a? Kujdes lën që ne me qanë që pak ma thellë. Vilunit. Këtu derdhet kneta e Vilunit. O, që i gafurre. Që kjo që ne? O, s'puq. Artan. O, Artan. Që i gafurre. Vlaji, s'prish pun që, hajde shmoj që se, hajde. Qëto pelujna që gjithë gafurre. Vla, si t'ka ma e mirë? Arlin, një gazdar për Kosovë, si po kalon? Me shëndet? Familja? Vallaj, vla, tu knoq. Po, vallaj, para më ndo për derdhes bunës, kena mecë në kom dhe i të rana hedhën shëngjin. A, shumë mirë, jo po bëgjokja o. Apo ka peshqi, vla? Ja, asnjë. Asnjë? E qka po zeni këtu? Pa karkalec. Karkaleca, a ju rujt zoti. Ja dha zoti shnetën. Vlaj, si t'kam? Trujt zoti, vlla. Shi gafurja. Po ka dhe me na për qaf. Po dhe me na për qaf. Sa inter, amo kur po gafurra kështu normal s'kom. Se në vlo, pse mo? Sa interesant, gafurë, hera por që përsho live. Ku me dit, dishysh sa kresta që diqme nga gafurë, ta? Po në shama papuqin ta që e të po, që ma ka kop me dyja. Që? Ka të se e kanë papuqin. Shia syt, shia gujen, Ikse të thire për shkaqenin. shia komt. Sa interesant, ha? Oh, mu lak qonta. Vlaj, qëfar ratë se gafurës e kja, vla? A muj me dit? Ratë normale. Na kena kalu ka një vend ku pas ka pasur edhe gafore, edhe karkaleca, edhe na si kinga të më thonë do. Tu hec, Nice. normal. Hajde dhe vazhdojmë që i kena edhe një 2 ora. Diko dhe 2 orë rrugë të mi kena. Hajde. Ja, pa mu që s'mi veshë, valla. Gafurre, ta laqim një ditë të morë zotit rrujt a dha shnetën. Preka, ku për dënë? Rrujt lanë ku për shkel. Do me thonë shikus, o, s'puq! A plasë si e sem për ngutë sabër. Thoni kena bu një gati 2 orë ecje.
E tash nuk e dim pavarësisht, besojmë që dhe 2 orë i kena ecje. Po të shohim masak gjatë gjithë rrugtimit, janë do shku drejtë për Tirana e Hedhën. Tirana e Hedhën që të përfundon rrugtimi jonë, për sot masën e nesër vazhdojmë Piranës të Hedhën, e di ku të ka shkruaj Zoti. Kështu që rreni hala me nipe se kena që më kallëzi rrugës. Po ashtot, shikus në rrumë ku dojtë pjesa ku derdhet kneta velunit për ndeti, dhe më thonë kjo pjesa knej, nuk është që ka frekuentuar ose nuk është që pas ka njerëz të nejtë me çadër apo vizitor. Nuk e di pse dhe pse shumë pjesë e bukur, vend shumë i bukur, tu i po voltë e detit pak më ndryshe. Amo janarën Shqipni shpesh herë në deti çdo bregdet gati, po te kneta e velunit, ko derdhet kneta e velunit, as që dhe që po do këtë fuq? Po ta të shohim gjatë rrugtimit, ama dyqysh shumë vend i bukur, shumë pamje e bukur, ama keq veç që nuk pas ka vizitor ose turista, ose njerëz të nejtë me çadër ose me shuzllona. Po qysh bëshijet, ka gja një pjesë e madhe e plazhes, nuk është e frekuentuar për njerëzve, heq gati. Shpëshit edhe anena është kneta e velunit. Ama një pamje që deti! Përshëndetje miqtë e mija, në këtu të rjulli resort, këtu ofër Ranës të Hedhën, ku ora është 3:30, edhe janë atë ecë diku afër që 3 orë, po në mas ju afrum të Rana e Hedhën, do të thonë e kena dika 200-300 metra Ranën e Hedhën, po na pe kryna këtu. Shepot që edhe pe ku derdhet kneta atje, e knena nuk është që pat shumë njerëz që frekuentojnë atë pjesën anena, po kjo pjesa knej ka gjë ma shumë frekuentim njerëzve dhe ka gjë shumë njerëz në plazh, po na pe krym e masanina nesër kismet epizodet, kena me vazhdu. Pa folje në këto para kamera. A në peta kryre masani folje? Këto baba me pa thonë quhet 3 orë s'kisha hec. Shikus të mi të ndërum, hek ma dorën se s'ka kom dilde. Shikus të mi të ndërum, që 3 orë jem të hec, si pa të kont. Cristiano Ronaldo do me thonë, ja kalej, që tash, kur dush. Plus edhe nesër për Ranës të Hedhën kena me hec deri Zoti për den edhe sa orë. Ku be ditë sa kena me nesër? Nështë ati mundeni me komentu me thonë pse e kem shti me zëra, jo. Jem të e bo me shumë qef, e sidomos me i tregu vendet ma të bukura që i ka dete joni Shqipnis. E tash, unë jem të ullë me hongër do buk, me pi, se jem thot që 3 orë, ati rrej këto falë para kamera. Vish pak, vish një sekund. Ku nalit buba? Rrej të falë. Ama do se hupti. Edhe pa ty, po bëjka. Shikus në rumë famdeshëm që na keni ndjek deri në këto momente. Zoti u rujt, pas në dorin jetë. E kësmet Zotit, pe nestrit, e kena pe Ranës të Hedhën, e diku të ka shkru Zoti. Famdeshëm që na keni ndjek deri në këto momente, Zoti u rujt Allah shnetën e shimi nesër.